të përbashkët, po thot bashkë edhe me vetëvendosje, në ka dhënë opsionin. Unë mendoj se Albin Kurti edhe zoti Abdi Gjiku janë dy ontë e të njëjtës medalje. Dhe më thonë, ky për nafton neve, unë s'po guxoj më shku veç vetë për me da fajin për asociacionin me kryeministrin Kurti në një qeveri të përbashkët, e për na thot, hajde tash të bohëm bashkë tonë edhe të morrim përgjegjësinë tonë ka pak. Unë s'jam interesum për më marr faj, sepse nuk kam lidhje me atë punë. Edhe nuk ka nevojë zoti Abdi Gjiku më thirr në një qeveri të përbashkët me Albin Kurtin. Unë më dashur të bëj vetë. S'kam nevojë. Faleminderit. A vjen që një kundër partisë, sepse Abdi Gjiku dhe tha që ka planu një rritje pozitive nga Haradinaj. Si dihet, unë i flas opinionet e mia, si deputet i zgjedhur prej elektoratit. Qeveri pa vëvën? Qeveri pa vëvën, po, e kemi thonë prej fillimit.